Shumë nga ne nuk e din fare, sepse nuk kanë menduar për këtë dukuri që ndo se cilit nga ne. Dhe sa e fuqishme është. Bëhet fjala për ty. Bëhet fjala për prezencën tënde. Në çdo moment, çdo herë kur ti shkon diku, përzihesh me njerëz të tjerë, takohesh me njerëz të tjerë, prezenca jote automatikisht luan një rol të madh, duke me fjalë bërë dhe në një farë mënyre kontrolluar edhe mënyrën e sjelljes të tjerëve. Mënyra e sjelljes të tjerëve mund të jetë pozitive, negative, diçka midis, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka me fjalë që prezenca jote me fjalë bën një lloj reaksioni. Dhe kur thua në një fjalë, me fjalë kur flet për diçka ose edhe kur flet edhe bën diçka ndërkohë që flet, kjo me fjalë ky reaksion është akoma më i madh. The mund tash ti. Nuk është kjo një farë, le të themi, fuqie që ke ti? Po ti. Një fuqi të tillë që mund t'i vesh njerëzit e tjerë fjalë në lëvizje, të mendojnë, të ndryshojnë mënyrën e sjelljes së tyre para momentit, nga momenti që e ke ardhur ti, që me fjalë je prezent. Sikurse e njëjta ndodh edhe nga larg, kur nuk je edhe afër, që dikë e shikon me ashtu me sy. E varet tash e shikon duke i buzëqeshur, shikon me inat apo shikon me ironi. Edhe kjo krijon një reaksion. E thash këtë sepse shumica nga neve mendojnë se jemi të vegjël. Por pyetja që shtrohen tash, mund të jetë dikush i vogël ose i pafuqishëm, dikush që shkakton një reaksion të tillë tek tjetri ose tek të tjerët, edhe në grup. Mendoj një, mbase mund të jetë edhe kështu si ishte ose mund të jetë budalliqe fare. Dita është e bukur. Shijojeni.